Rezultati i rezidencës 2 mujore artistike ka qenë produkti i parë i Grand Art Studios. 3 artist kanë ekspozuar veprat e zhvilluara në hapësirën për prezantime, ekspozita e punëtori që e menaxhon Fondacioni Hajde. Veprat e artistëve Trina Hashani, Shkambi Jaka dhe Endret Jashanica trajtojnë rrëfime krejt të ndryshme në hapësirën që ka një qëllim, lidh artistët dhe vizitorët për ta frymëzuar njëri tjetrin. Një pjesë e katit të 6 të hotelit Grand në Prishtinë është transformuar në hapësirë artistike. Aty janë 3 studio artistike që mund të përdoren nga artistët. Përbëhen edhe nga një pjesë me zyrat e ekipit, një hapësirë për biseda, prezantime e ekspozita, si dhe një për punëtori. Vepra e artistit Endret Jashanica, Untitled Prototype, bazohet në manipulimin e realitetit me teknologjinë. Aty janë kufit midis reales dhe virtuales, ku publiku mundet lirisht ta demonstrojë atë. Mos prek e Trina Hashanit shfaq lloje të ndryshme të mediave si skulptur e instalacion. Ajo sjell një qasje që pasqyron kuptimin e hapësirës dhe kujtesës përmes atyre që i quan fragmente të kujtimeve, gjurmon në mënyrat se si hapësirat transformohen me kalimin e kohës. Aty ka imazhe të ndërtesave të Prishtinës, shënime, tjegulla me myshqe, xhama të thyer e copa betoni. Mostly my work is about like the timeline of buildings changing. So for me it was Shumica e punës ime ka të bëjë me ndryshimin e ndërtesave me kohën, kështu që për mua kishte të bënte me mënyrën se si jam rritur midis 2 vendeve të ndryshme, në Londër dhe në Kosovë. Duke e ditur se gjërat ndryshojnë shpejt, kujtimet që krijojmë dal nga dal zhduken. Unë kam përdorur këtë hapësirë për gjërat që ndryshojnë shpejt dhe për të rikthyer kujtimet. Hashani me artin e saj jeton në 2 botë të ndryshme dhe mban gjallë kujtime e imazhe. This work is more about things, a fragment of a Kjo vepër ka të bëjë më shumë me fragmente të gjërave që kanë ndryshuar. Është si një balkon ku flasim biseda të thella me familjen, miqt, dhe tani që është shkatëruar, është vetëm një fragment. Shumë prej gjërave që kanë vendosur ndërlidhen dhe janë pjesë e shtëpisë ku kam jetuar. that I used were related or part of a house that I used to stay and used to live. Në anën tjetër, artisti Shkambi Jaka me veprën e tij How to Feel Like an Egg përdor vezët si simbol i brishtësisë dhe matjes së besimit. Grand Art Studio e ka nisur praktikën si hapësirë multidisiplinare. Sipas drejtorit menaxhues të Fondacionit Hajde, Adrian Berisha, projektet e tyre do të ndërlidhen me art, kulturë dhe trashëgimi kulturore. Hapësira ka me pas funksion, si me thonë, multidisciplinor, do marrë parasysh se ta jep një mundësi të tillë prej realizimit të ekspozitave, të punëtoritë ndryshme, të studiot që sapo i kemi hapë sot, deri te, si me thonë, edhe punë të ndryshme të cilat mujnë me u kry prej donacionet të cilën e kemi marrë për Manifest Akademi Prishtina. Funksione kryesisht ka me qenë me u marrë me projekte të ndryshme të cilat ndërlidhen me art, kulturë dhe trashëgimi kulturore. Ky është projekti i parë të cilën po e implementojmë në këtë hapësirë dhe përgjatë vitit kemi pas diku rreth 5-6 projekte të ndryshme. E ka vlerësuar jetike një hapësirë të tillë. Është adin diçka etike sepse arti dhe kultura janë të rëndësishme për emancipim shoqëror. Prandaj, domethënë, për neve ka qenë shumë e dhëmshme mbyllja e qendrës për praktikë rrëfyese, por ja që diçka po mbyllet, po diçka po hapet. E rëndësishme është shumë që me u ngrit një, si me thonë, dijeni kolektive rreth rëndësisë të hapësirave të ndryshme, dhe kjo më së miri mund të bëhet prej komunitetit, por është e rëndësishme që institucionet publike, duke marrë parasysh, si me thonë, komunat dhe ministrit, të jenë të vëmendshme dhe të japin vëmendje saktë dhe të duhur. Në Grand Art Studios, veprat do të mund të shihen edhe për një javë. Për to, Hajde ka të drejtë të shfrytëzimit të hapësirës në Grand deri në korrekt të vitit të ardhshëm.